Dhe për të shtjelluar më tej këtë ngjarje e cila është në fakt në dinamikën e saj të tërpresin një përgjigje dhe një vendim qendrim zyrtar të qeverisë së Tiranës, kemi të ftuar në studion ton gazetarin Blendi Fevziu. Mirë se erdhët në studion e ABC News. Mirë se ju gjeta. Po me që dëgjova fjalën dinamik, mendoj që është një nga ato ngjarje dhe gjatë asaj që mund të quaj eksperiencën time gazetareske, po dhe eksperiencën time si një lloj njeriu i angazhuar, por flas pjesën parë kur isha student, rrallë kam parë ngjarje që kanë një dinamik tillë. Natyrisht kanë qenë ngjarjet e vitit 90, ngjarjet e 97-s, shpeshherë ngjarjet e 98-s, por një dinamik tillë kishte shumë vite që nuk e ndjeja, ndryshon me orë dhe do të thoja që për herë të parë që prej vitit 1990 ne shohim një reagim të vërtet qytetar. Ka pasur një tillë ndoshta edhe vitin 97 kur u hodh thirrja që jo armëve në kohën kur plasën trazirat në Tiranë, por kjo është një përmasë të jashtëzakonshme sepse për herë të parë shoh diçka të paorganizuar që shpërthen në disa pole të ndryshme. Pra një protestë që zhvillohet njëkohësisht te parlamenti, te kryeministria, përpara universitetit, përpara operas, të ri që lëvizin dhe mbi të gjitha ajo që po më bën përshtypje është që fytyrat qytetare në kuptimin e mirëfillt të fjalës kanë gjetur vetveten tek protesta, në kuptimin po kthehen për të marrë përgjegjësinë e tyre normale në një shoqëri. Dhe duket sikur pavarësisht se për shumë prej protestuesve un kam vrejtje, për shumë prej parullave kam vrejtje, por për thelbin e protestës tyre mendoj që është më shumë se sa e drejtë. Duket sikur po evitohet politika, sado që do flasim edhe më tej, po përpiqet mbase. Sot ka pasur një tentativë nga opozita për ta kanalizuar politikisht këtë pakënaqësi popullore. Unë mendoj që gafa e mirëfillt politike e kryeministit të Shqipërisë është që nxorri debatin për armët kimike nga të deleguarit e qytetarëve, që janë parlamentin, deputetët, partitë politike, dhe e çoi tek qytetarët vetë. Është një nga gjestet shumë të rralla, gjë që po shihet sot në Bullgari dhe në Rumani, pranë protestat që kanë nisur atje disi më herët për disa emrime të bëra nga qeveria që kanë qenë arrogante dhe pak të dyshimta. Pra për herë të parë ka kaluar debatin, ka çuar tek populli një debat që është debat politik dhe që mund të zgjidhej në parlament, në atë që është forumi më i rëndësishëm, duke krijuar tek publiku mosbesimin ndaj politikës, mosbesimin ndaj njerëzve të cilëve ju kanë dhënë votën dhe i kanë votuar. Këtë moment duket se opozita shqiptare ka tentuar ta përdor duke e kuptuar që është tejkaluar nga publiku, që publiku ka shkuar përtej saj, ka pasur një dyzim dhe me sa duket një frikë, po ta them fjalën nga opozita, për të mos rënduar raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më pas e ka kaluar këtë ngërç për të ndërtuar një raport me ata që votojnë, me votuesit e tyre, dhe me ata që nuk e kanë votuar, madje me ata që e kanë votuar kundër, të cilët sot janë kthyer si një lëvizje publike për një po e quaj kërcënim, po e quaj dhe për një gjest i cili në vetvete më ngërthen një seri çështjesh, pra një seri problematikash, por që thelbi i cilës është mungesa e besimit të publikut tek qeveria e tij dhe paaftësia e qeverisë për ndërtuar një raport besimi me ata që kanë votuar. Në thelb nuk do doja ta shihja si një gjest arrogance që vjen nga numrat e shumtë të pushtetit, sepse do ishte fatale që një pushtet me 85 vota të bëjë arrogant që në 2 muajt e parë të ardhjes tij në pushtet, kur kishte të gjitha kartat morale për të qenë një mazhorant shumë e besueshme. Qartë, qarkullon një lajm, i referohem zërit Amerikës të paktën, i cili thotë sipas një burimi të mirë informuar, qeveria shqiptare mund t'i thotë jo bisedimeve të mëtejshme? VOA duhet të ketë burime të mirë informuara në qeverinë amerikane, që deri tani vazhdon të jetë bindur që përgjigjja është po, ashtu edhe në qeverinë shqiptare, e cili deri për momentin deklaron në mënyrë jo publike, pra konfidenciale, që nuk ka marrë një vendim as për po, as për jo. Kështu që lajmet që hapen në këtë rast janë brenda kufive të saj. Ne nuk dallojmë dot sa janë lajme që vijnë për të qetësuar situatën dhe për të fashitur përkohësisht protestën apo për të testuar si ku shkon. Nuk kuptojmë dot se sa janë lajme për të pritur reagimin e partnerëve. Jemi një lojë shumë të koklavitur politike. Jemi një lojë koklavitur politike sepse mazhoranca nuk e ka kundërshtuar një kërkesë, po e quajmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk do doja thoja, nuk do guxoja thoja që qeveria shqiptare ka kërkuar vetë këtë gjë. Po them që duket se ka shprehur një lloj mirë kuptimi për një kërkesë amerikane për demontimin e armëve kimike siriane në Shqipëri. Në këtë moment nuk e ka pritur reagimin publik. Ndodhet tani mes një poje, po e themi, ose një aprovimi qoftë dhe në parim dhe protestës publikut. Në këtë vit një trajçme kur vendimi i afrohet caqeve tij, pra duhet marrë shpejt sepse dhe zgjidhja e armëve kimike në Siri duhet jetë shpejt. Vendimarrja e kryeministit është padyshim një nga më të vështirat që ai duhet marrë, por është
zgjedhja ti të zgjedhi raportin me një partner, me cilin fakt e ka komplikuar vetë raportin në këtë moment, apo raportin me publikun e tij. Sensibiliteti publik është shumë i madh. Unë do ta këshilloja kryeministrin e Shqipërisë që në mënyrë, ky do ishte mendimi im personal, në mënyrë të hapur dhe drejt për drejt, jo në të njëjtën mënyrë komplet kaotike dhe të mistershme siç ndodhi ky fenomen, të sqarojë Shtetet Bashkuara të Amerikës që disponimi i publikut të Shqipërisë është në këto përmasa. Dhe ndodhemi sërish në një situatë, në gjykimin tim, të krijuar nga mungesa e transparencës, mungesa e informimit publikut dhe padyshim nga perceptimi i publikut që ajo që po ndodh është diçka e pisët. Në qoftë se lajmet ndodhin, në qoftë se ti nuk reagon, në qoftë se ti fillon dhe krijon përshtypjen që diçka po luhet dhe nuk je përballë publikut tënd për ta parë në sy, publiku ka të gjitha mundësitë të mendojë dhe të besojë që kjo që po ndodh është diçka Protesta vazhdon, Fevzi, jemi në lidhje direkte me ambientin përpara kryeministrisë, në mos gaboj, në Tiranë. Po, shohim që protesta vazhdon, ka nisur që në orën 9 të mëngjesit sotëm nga parlamenti është vendosur këtu. Mendon se po të ishte menaxhuar ndryshe transparenca me publikun, ndoshta do të ishte më e kollajt, në qoftë se publiku do të ishte më i qartë. Mendon se në qoftë se kryeministri qeveria do ishte më e kollajt apo jo, e para transparenca me publikun duhet vinte nga transparenca me institucionet që fillimisht aty me institucionet cilat janë të ngarkuar për këtë punë. Që prej të paktën 2 javësh kur ky lajm u hap në shtypin ndërkombëtar, nuk kemi asnjë informat vetme, asnjë deklaratë vetme për shtim 2-3 daljes të kryeministit që ka thënë do marrim vendimin e duhur në kohën e durimit kontakt. Në radhë parë kam një seri pyetjesh i lidhen me këtë rast dhe të cilat kryeministi nuk mund të marrë kurrë një vendim dhe nuk mund t'ju thotë po as partnerëve tanë strategjik dhe nuk mund t'ju thotë po as publikut shqiptar. Kemi detyrim në radhë parë kush po negocion? Me partner? Jo, nuk kemi detyrim në NATO. NATO ka deklaruar dje për Ora Newsin që nuk ka, për ABC Newsin, që nuk ka deklaruar për ABC Newsin që nuk është një problem i NATO-s, nuk ka një mision të NATO-s për eliminimin e armëve kimike në Siri, nuk ka një emër ky, në qoftë se do ishte NATO, sepse kjo thashë Temnaj, që ne është një detyrim ndaj NATO-s dhe ne na e kërkon NATO, ndikoi super negativisht sot kur NATO doli dhe përgjigjëstroi publikisht, sepse krijoi përshtypjen që dikush po tenton t'ia hedh publikut dhe të krijojë një situatë ndryshme nga ajo që është. Pikërisht kjo ka qenë shkaku kryesor i protestës sot, më isha protestë dhe pash dhe reagimin e njerëzve, të cilët ndihen të gënjur në këtë rast. Nëse do të kishte një operacion të NATO-s, do të na thuaj si quhet ky operacion, kush e komandon, kush janë vendet që marrin pjesë, cila është sasia që do demontohet se cilin vend, cila është pjesa që i takon me të drejtë Shqipërisë, sepse NATO është një organizatë ku ti ndan në mënyrë kolektive sigurinë, por padyshim dhe përgjegjësinë dhe rrezikun. Në qoftë se NATO do ndërmerrte një operacion të tillë, Shqipëria duhet ishte në rreshtën e parë me të gjithë vendet e tjera për të marrë pjesën e saj që i takonte nga ky rrezik. Siç ka marrë benefitet në shumë raste të tjera, plus sigurinë kolektive. Nuk bëhet fjalë për një operacion të NATO-s dhe ky është problemi i parë. E dyta, bëhet fjalë për një proces që ne nuk dimë. Kush po negocion në emër të qeverisë shqiptare? A është informuar presidenti i Republikës, i kreu shtetit dhe kryetari, e mora vesh, i Këshillit Sigurisë Kombëtare? A është informuar Parlamenti i Shqipërisë, që shpreh vullnetin e 1.700.000 votuesve shqiptar sot? Kush po i bën, me çfarë mandati janë negociatat, deri ku po shkojnë negociatat? Po negociohet për të marrë armë kimike, për të marrë pjesë të këtyre armëve kimike, 1.290 tonëve që janë në portin e Latakjes? Po negociohet për të marrë armë kimike apo përbërës kimik? Po negociohet për t'i marrë dhe për t'i depozituar në këto Shqipëri deri në gjetjen e një destinacioni tjetër përfundimtar, pra që t'jetë për t'ju azgjësuar, apo do të depozitohen në Shqipëri dhe do të eliminohen në Shqipëri? Nëse do azgjësohen në Shqipëri, çfarë do të ndodhë me mbetjet e këtyre lëndëve kimike që përbëjnë një rrezikshmëri të madhe? Do të kthehen në vendin e origjinës siç e përcakton ligji ndërkombëtar apo do të groposen në Shqipëri? Kush do ta kryejë demontimin e këtyre armëve në Shqipëri? Pala amerikane? Pala e ngarkuar me këtë ku përfshihen dhe rusët dhe kinezët, apo specialistët shqiptarë, apo në një kompani private, sepse natyrisht po e quaj kompani ndërkombëtare private. Pra ka një seri pikpyetësh, ku do bëhet ky demontim? Sot ne dimë përafërsisht që ky vend deri tani përfaqësuesit ndërkombëtar kanë zgjedhur një zonë bregdetare në veri të Gjirit Lalzit dhe deri në Laç, pra një nga zonat ku mund bëhet demontimi. Të paktën ky është informacioni që kemi për momentin. Çështja është kush i bën këtë negociatë, si mund të bësh dhe si mund të hysh në këtë negociatë dhe si mund thuash një po ose një jo, pa marrë as miratimin minimal të Parlamentit të Shqipërisë dhe pa marrë as miratimin minimal të publikut. Unë e kuptoj që publiku ka ende një radhë. E dyta, dhe kur merr një vendim të tillë, se ky nuk është një vendim sot, ky nuk është një vendim as për ju, as për mua, as për kryeministin e Shqipërisë, as për fëmijët tanë që sot kanë një farë janë 10, vajza ime është 11 vjeç.
Ky është një vendim dhe për brezat që vinë pas, sepse kontaminimi i tokës, helmimi që mund vi nga një proces i tillë, që unë nuk gjykoj që është kaq i rrezikshëm sa dhe ne e kemi, por gjithsesi rreziku i aksidenteve dhe rreziku i infeksionit afatgjat ekziston, sepse gjithë specialistët po e thonë. Kush doli dhe i përsa? Kush janë garancitë që kemi marrë ne si shtet që nuk do të ketë aksidente? Kush janë garancitë dhe si jepen këto garanci? Deri më sot, unë nuk di asnjë prej këtyre pyetjeve. Dhe kam të drejtën, si një prej qytetarëve më të informuar të këtij vendi, për arsye të profesionit tim, të pyes kush po negocion për këtë çështje. Përse është mbajtur e mbyllur këtë çështje? Përse është hedhur ideja që ky ka qenë një detyrim ndaj NATO-s? Dhe ju garantoj, dhe për këtë ky është informacion dhe nuk është opinion, kam kontaktuar një pjesë të madhe të deputetëve të Parlamentit shqiptar, pjesa më e madhe të cilëve të mazhorancës, që ndjehen më të shqetësuar se sa unë, që ndjehen më të painformuar se sa unë, dhe që janë më të vendosur se sa unë që të votojnë kundër nëse ky ligj të shkojnë në Parlamentin e Shqipërisë. Cila do të ishte kurajoja e kësaj mazhorance që të çonte në Parlament një ligj i cili do të rrëzohej nga vetë deputetët e mazhorancës. Këtu pra jemi në një moment dhe ky insistoj edhe një herë dhe ky është problemi kryesor dhe pika bazë mbi të cilën unë mbështetem, jemi në një mungesë të plotë të transparencës. Mungesa e plotë të transparencës më bën besoj që një proces që ka mungesë transparente është një proces abuziv për të mos thënë e thash sot lëvën shumë të mëdha. Unë nuk dyshoj që Shqipëria mund të kishte negociuar për benefite të tjera në këtë rast, mund të kishte marrë pjesë në saj të detyrimit, por unë gjykoj edhe një herë që kjo që po ndodh është ta konsiderosh popullin tënd të papërgjegjshëm, ta konsiderosh bakti dhe të mos e konsiderosh fare madje në një vendimarrje të tillë. Në këtë aspekt unë mendoj që prej 2 javësh disa nga ekspertët kryesor që po merren me këtë çështje duhet bënin transparente disa nga gjërat. Ne kemi sot bisedime, nuk po them për armët kimike, por dhe armët kimike të Saddam Husseinit, dhe ju e dini shumë mirë, në sa herë kishte negociata bëheshin publike. Janë bërë negociata në hotelet e Gjenevës, midis Saddam Husseinit, Tariq Azizit në atë kohë dhe përfaqësuesve të Organizatës Kombeve të Bashkuara, Kombësisht të Bashkuara. Kishte statement, kishte konferencë shtypje me njëherë mbas atyre ku është shkuar me negocimet. Unë nuk mbaj mend në një negocim tjetër deri më sot, në të cilin bëhet fjalë për arsenalin e tretë më të madh të globit, sipas informacioneve të shtypit ndërkombëtar, krejtësisht verifikuara. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë negociata me Indinë dhe Korenë e Jugut për të bërë demontimin e këtyre armëve kimike, derisa është shfaqur Shqipëria. Na kanë zgjedhur ata, jemi ofruar ne, mbetemi sërish në kuadrin e hipotezave. Po prap nuk ka rëndësi kjo, se dhe mund të ishim ofruar ne. Po mund të ishim ofruar pas një përqasje publike, mbasi të sqaronin publikun se ka as ka rrezik, se mund kishte një garanci që s'do ketë rrezik, ose ka rreziqet që ka çdo element vetvete. Por një popull dhe një vend i traumatizuar nga një shpërthim i 5 viteve më parë në Gërdec, nuk mund të futet në një aventurë dytë me armë kimike ose edhe me lënd me përbërës kimik, sepse këtu është. Po ka një seri pyetësh dhe thash dhe një herë të cilat ne duhet të dimë. Kam dëgjuar sot që qeveria shqiptare nuk ka pranuar armë, po vetëm përbërës kimik, që nuk do pranoj depozitimin e tyre në Shqipëri, po vetëm hidrolizën. Tani pyetja është, kush del dhe garanton këtë zyrtarisht? Kush del, sepse burimet e informacionit janë kaotike, burimet që marrin shpesher përgjigjëstrojnë njëri tjetrin. Pyetja thelbësore është, cili është personi përgjegjës, veç kryeministrit të Shqipërisë, sot që mund t'i përgjigjet shqetësimit qytetarëve çfarë po ndodh. Nuk ka boshllëk informativ, ne kemi. Nuk ka boshllëk informativ, nuk ka fare informacion. Nuk ka informacion, pra media në Shqipëri jam shumë e bindur që çdo media në Shqipëri, qoftë edhe media shqiptare jashtë Shqipërisë, ka tentuar në mënyrë të vazhdueshme të gjejë informacion dhe nuk ka informacion. Zoti Meta sot ka dalë përpara protestuesve, ka thënë është parlamenti juaj. Është parlamenti i shqiptarëve. Cili mendon se do të jetë faktori Meta në këtë vendimarrje? Meta ka bërë disa lëvizje populiste në 2 muajt e fundit. Lëvizja e sotme të parlamentit, takimi qoftë informal që bëri me Berishën në sallën e parlamentit pak minuta, tregon disa lëvizje nën trysnin publike, padyshim që unë kam thënë dhe sot, Meta do të dje në një intervistë, Meta do të provohet në kushtet e vështirësisë dhe jo në kushtet komodet një mazhorance ku ai është padyshim situar Xhevairi mbi kurorën e kësaj mazhorance, do të provohet në kushtet vështira kur i duhet marrë vendimarrje dhe kur kjo vendimarrje mund të shkojë ndesh me mazhorancën kryesore, pra me Partinë Socialiste, apo dhe me interesat e partnerëve tanë strategjik, të cilët në fakt në këtë rast nuk duhen përzier sepse kjo është vendimarrje shqiptare, nuk është vendimarrje e tyre. Kështu që në këtë moment unë mendoj që zoti Meta do ketë shumë vështirë të marrë një vendim, por jam i bindur që vendimi domethënë Meta është njeriu deciziv, poja dhe joja e cilit dominon pon ose jon
e qeverisë shqiptare në përgjithësi. Mendon se mund të ketë një Nuk bashkim kam informacione, nuk besoj që ketë një bashkim votash për të krijuar probleme të tilla, por unë kam bindje. Qoftë vetëm për këtë ligj nëse kalon në parlament. Unë mendoj që ky ligj nëse shkon në parlament nuk ka shanse të kalojë. Ky është mendimi im personal nga kontaktet që kam me deputetët, majorancës kryesisht. Sot keni zotin Bemblushi që ka deklaruar publikisht që ka thënë që nuk do ta votojë një ligj tillë. Thelbi i pyetjes time është a do t'i qëndrojnë deklarimeve informale këta deputet nëse çështja do shkojë, por kundër pyetja tjetër është a do kenë kurajo këta deputet të shkojnë përballën me votuesit e tyre dhe po shkoj përpara votuesve të tyre sepse ne e dimë që gjithë secili ka një interes të vogël që përbën atë interesin e madh. A do kenë kurajo këta deputet Parlamentit të Shqipërisë të shkojnë tek fëmijët e tyre, tek familjet e tyre dhe t'ju thonë që kanë votuar një ligj për cilin fëmijët dhe familjet nuk dinë asgjë dhe për cilin nuk ka ende asnjë garanci, qoftë edhe sikur të jetë 100% e garantuar. Presupozoj dhe duhet besoj që ky është një proces që nuk ka probleme, nda veç aksidenteve që ka çdo ndërmarrje, që janë rrisjet e përhershme në vlerësimit. Por kush del garant, dhe si do shkoshte me një garanci që besonet e unë, jo nuk besojmë më tek askush, dhe askush besohet te garancitë dhe rregullat e lojës, mungesa e rregullave të lojës, mungesa e garancive e çon vendin në një kaos të ngjashëm me këtë që kishte sot. Nëse qeveria jon pranon, i thot po kërkesës për ardhjen e asgjësimit apo depozitimit, apo se jemi shumë pa qartë të përcaktojmë fjalën pra për ardhjen e armëve kimike siriane në territorin tonë. Parashikon çfarë mund të jetë situata? Po parashikoj problematik madhe, reagimi i opozitës, sepse unë mendoj që opozita për arsye strategjike do të qëndronte jashtë procesi. Opozita është përfshirë në këtë proces, është bërë palë në një farë mënyrë me publikun, me qytetarët, ndoshta edhe për përfitime politike, ndoshta edhe për arsye të një principi politik për të cilin ka nevojë, ndoshta edhe për të krijuar një po e quaj një larje të atij ndëshkimi që mori me vot, para një lloj refreshi një lloj katarsi, si po e quaj, të asaj që ka ndodhur, dhe unë mendoj që marrja e vendimit nga qeverisja është shumë e vështirë në vetvete, nëse do të jetë pozitiv, do të përballet me probleme po kaq të mëdha që shkojnë drejt trazirave sociale dhe reagimeve të opozitës. Kam dëgjuar sot kolegët mi dhe deputet opozitës që kanë deklaruar që do shkojnë të bëhen buroj njerëzore përpara një gjë e tillë. Nuk e di nëse qeveria do ketë interes që një agent të nisur me një program të votuar ta kthejë në një agent konfrontimi publik për hir të një interesi që ende nuk thot kush është interesi i shqiptarëve në këtë drejtim. Dhe me gjithë këtë, le të themi, këtë keq menaxhim të komunikimit me publikun, se këtu fillon zanafilla e këtij problemi, pasi nga pikpamja, le të themi, strategjike apo logjistike dhe mund të po të ishte mirë menaxhuar, ndoshta do të pranoj më ndryshe. Dhe nëse thot jo, me çfarë morali del qeverisja Rama dhe kryeministri Rama nga gjithë kjo amulli e krijuar? Natyrisht jep një krisje në raportin e tij me publikun, krijohet një mosbesim i cili është vrastar për qeverisjet dhe për majorancat. Thyrja e parë e besimit që krijon çdo votues me majorancën e re, sidomos me majorancën e re, është shumë i rëndësishëm për hapat e parë të reformave, ndërmarrjeve, vendimeve. Unë mendoj që kjo është thyer ndërkohë. Dhe për këtë është fajtore qeveria që nuk diti ta menaxhojë mbështetjen publike që pati, por padyshim që nëse Rama do të thotë, pra kjo majorancë do të thotë një jo, do ta ketë shumë të thjeshtë raportin me publikun se sa po të thotë një po. Patjetër. Pavarësisht se i thyer dhe do të ketë ende kohë afatgjatë që të gjejë një mundësi për ta rimoderuar këtë raport që ka me publikun. Ju falenderoj shumë zoti Fevziu që ishit në studion e Ju falenderit dhe ju, ne do jemi sot dhe në studion e emisionit Opinion për këtë emision, një emision shumë të gjatë, dhe besoj që derisa të ketë do fillojmë në orën 21 dhe ndoshta do të përfundojmë në orët e para të mëngjesit, me panel të ndruar, me lidhje direkte me njerëz tjerë. Thelbi i saj është që ndoshta përderisa ky problem nuk do të marrë një zgjidhje, ne nuk do ta shkëpusim si temë bisede në studion e emisionit Opinion për sa kohë zgjas. Faleminderit. Blendi, ishim me gazetarin Blendi Fevziu, me cilin folëm natyrisht për këtë ngjarje, e cila është një ngjarje në dinamik për aq kohë sa qytetarët shqiptar janë ende të paqartë nëse qeveria e tyre do të pranojë ose jo armët kimike nga Siria. Ndërkohë ne do të vazhdojmë me një zhvillim tjetër të ditës, pasi debatet për armët kimike kanë vijuar nga rruga dhe janë zhvendosur në sallën e parlamentit, e cila është kthyer në një shesh proteste pasi demokratët kanë bllokuar foltoren. Le të ndjekim materialin.